Ndonse kjo ditë vazhdon të ruhet dhe festohet fort në qytetin e lashtë të Elbasanit, ajo tashmë është festë e të gjithë shqiptarëve, e cila është kremtuar edhe në qytetin e Gjirokastrës. Në pikën turistike të Virojit, qindra qytetarë kanë zgjedhur të kalojnë momente të festës ndryshe në tingujt e muzikës dhe panairin artizanal, ku më së shumti i janë gëzuar fëmijët e vegjël. Sot jemi në parkun e Virojit, që është një ambient një vend nga më prelat e qytetit Gjirokastrës. Sot kemi ardhur të këndojmë dhe të festojmë së bashku ditën e verës, në kujdesin e qytetëskururit të familjes Pato Berberit, bashkisë Gjirokastër. Ju faleminderit dhe gëzuar ditën e verës së bashku. Jam shumë krenare që jam pjesë e këtij aktiviteti dhe besoj se do jem pjesë të tërë aktiviteteve që Gjirokastra do krijoj, do zhvilloj dhe gëzuar ditën e verës. Sot është dita e verës. Dita e verës përfaqëson ardhjen e pranverës. Ky rit është rit pagan në Shqipëri dhe po festohet. Kryesorja është verorja ose manaku, si si thot zona tonë e Lunxhërisë, është dega e thanës, janë dhe gatimet që po bëhen sot ditën e verës. Ne ndërkohë kemi përgatitur kulaçin për fëmijët me lek brenda kujt i bie leku. Kemi përgatitur shrupin e thanës, që është për këtë ditë sot, dhe kryesorja janë veroret. Veroret janë me dy ngjyra, e kuqe dhe e bardhë. E kuqja tregon shëndet, kurse e bardha prosperitet. Pra do me thënë këto lidhen sot datën 14 mars dhe në datën 14 prill këto hiqen. Dhe në zonat tona do me thënë kur e heqim këtë, e vendosim në një deg. Shenja dalluese e këtij festimi është gatimi i ballokumeve, ndërsa në disa vende të tjera ditën e verës ndizeshin zjarre purifikues për t'i dhënë forcë sjellit në obor e në kopshte, ndërkohë që qytetarët gjirokastrit të përfshirë në festime kanë uruar për një vit më të mbarë të begat me ardhjen e pranverës për gjithë shqiptarët.